a ka më bo shqiptari I parë me titull botëror? I'll be the first ever Albania boxer to win a world title. Emri që po e sjell këtë pyetje në maje çdo faqe sportive është Jurgen Uldedaj, djaloshi pej Lezhës që sot po ngjitet drejt historisë me durë të veta. Jurgeni u rrit në Gjermani, po asnjëherë se ka harruar nga Vjen. E në çdo intervistë ai ka thonë qartë që është shqiptar e çdo fitore e tij na është për flamurin ton. Ai ka nisë karrierën si një djalë I heshtën me një ëndër të madhe, po shumë shpejt bota e boksit e ka kuptuar që Uldedaj nuk ka të luajë veç për ajgare. Ai po lufton për një trashëgimi. E rekordi I tij është 16 fitore pa asnjë humbje. Një shifër që e tregon disiplinën, urinë dhe perfeksionin. Pra, ai e ka kalu provimin edhe tash është koha për diplomim titullin e madh. E me 25 tetor, Jurgeni del në ring për ndeshjen më të madhe të karrierës së tij, për titullin botëror IBO World Cruiserweight. Nëse fiton, ai ka më bë shqiptari, po në histori që e ngreni brez botëror në boksin profesionist. Një ëndër që se ka realizuar kërkush para tij. Një moment që mundet me ndryshu mënyrën që shihet flamuri jo në arenën ndërkombëtare. Prej lagjeve të Lezhës deri te drita të mëdha të Londrës, rrugtimi I Jurgenit është histori për çdo shqiptar që su dërzu. Se kur ai ngjitet në ring, aty ngjitemi na krejt. E tash pyetja metet, a ka ardhur momenti që me pas kampionin e parë botëror shqiptar. Edhe mos harroni me bë follow Urban FM, subscribe në YouTube.